Kur njeriu është në agonitë e vdekjes, në qoftë se është besimtar, zbresin me lajke, me fytyra të bardha, të cilat shkëlqejnë si dielli. Me vete kanë qefinë për xhenetin dhe aromë të mirë për xhenetin. Ulen larg këtij deri aty ku arrin shikimi, syri. Pastaj afrohet meleku I vdekjes dhe I thotë: "O shpirti im, dil për në kënaqësinë e Allahut, dhe falën e gjunave nga ana e tij." Dhe kështu del në lehtësi të madhe, siç del pika e ujit për grykës së calikut, shakullit. Keni parasysh ena e lëkurës. Edhe e kap meleku vdekjes, me njëherë ndihmësit e tij, melekët e tij ja marrin, e vendosin ke qefinat e xhenetit, edhe në atë aromën e mirë që kanë marrë për xheneti, dhe del për ti një erë shumë e mirë, për hapën gjithë tokën. Pastaj fillon nisin udhëtimin me të për në qiell. Sa herë që kalojnë pranë një grupi për grupeve të melekëve, thonë: "Ç'është ky shpirt I mirë?" Thon filani, biri filanit, përmendin emrin më të mirë me cilin thirrin këtë botë. Ngjiten për ke qielli dynjas, hapet qielli për ta, dhe kështu derisa arrin ke qielli 7. Pastaj Allahu subhanahu wa taala jep urdhë që emri I tij të shkruhet në Illijin, vendin më të lartë në xhenet, të shkruhet emri I përfundimit I tij. Dhe pastaj Allahu Lutuar thotë: "Kthejeni robin tim në tokë, sepse unë prej saj kam krijuar, në të do t'i kthej, dhe prej saj do dalin përsëri prej toke." Kthehet shpirti I tij ke trupi, I vin dy melek dhe e marrin pyetje. I thonë: "Kush është Zoti yt?" Thotë: "Është Allahu." Po bëjmë fjalë për besimtarin. "Kush është feja jote?" Thotë: "Islami." "Kush është pejgamberi yt?" Thotë: "Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." I bëjnë 3 pyetje të varrit. Pastaj thuhet: "Të vërtetën the." Vishet me veshje për xheneti, I shtrohen shtroj për xheneti, I hapet një dritare në xhenet dhe I vjen prej aromës mirë të xhenetit. Do t'i hapet varri, do t'i zgjerohet 70 para krah. Varri nuk diskutohet, I bëhet dritë. Do t'i thuhet: "Flinj dhe qetësohu." Ashtu si flen dhe qetësohet dhëndri, të cilin e zgjon vetë njeriu më I dashur I familjes tij. Dhe kështu vazhdon besimtari në mirësi, në kënaqësi. Dërsa për qafirin, kur I vjen momenti I vdekjes, kur është në agonitë e vdekjes, I vin me lajke, me fytyra të zeza, me qefine prej zjarri, cilë kanë marrë edhe erë të keqe prej zjarrit të xhehenemit. Dhe musuhmin e nar, do të thonë veshje ose qefine prej zjarrit të xhehenemit. Ulën larg këtij ideja aty ku arrin shikimi. I afrohet meleku I vdekjes dhe thotë: "O shpirt I keq, dil për në zemrimin e Allahut dhe madhkimin e tij." Shpirti I tij shpërndahet në trup. Shpirti I tij atëherë shpërndahet në trup. Atëherë I thotë, atëherë e nxirr me një ashpërsi të madhe, ashtu si nxirret helli prej leshit të lagët. I kputen damarët dhe venat e gjakut. Del shpirti I tij me mundim të madh. Sa po e kap meleku vdekjes, asnjë moment nuk e lënë në dorën e tij ndihmësit e tij dhe e marrin e vendosin në ato teshat ose veshjet ose qefinin e zjarrit të xhehenemit. Del për ti një erë shumë e keqe, si era e kufumës më të keqe që ndodhet në faqen e tokës. Sa herë që kalojnë pranë një grupi prej grupeve të melekëve, se nisen me ta për të bërë udhëtimin drejt qiellit,
melekët thonë, ç'është ky shpirt i keq? Thonë filani, biri filanit, përmendin emrin më të keq, më të shëmtuar me cilin thirrej në këtë botë. Arrin ke qielli i dynjas, por nuk hapet porta e qiellit të dynjas për ta. Dhe profeti ka lexuar ajetin e Kuranit, la tufattahu lahum abwabu as-samai wa la yadkhuluna al-janna. Nuk do të hapen për ta dyert e qiellit dhe ata nuk kanë për të hyrë në xhenet. Hatta yarija al-jamalu fi sammi al-khiyat, derisa deveja të hyjë në vrimën e gjilpërës. Deveja nuk mund të hyjë në vrimën e gjilpërës, kështu që qafirat kur nuk mund të hyjnë në xhenet. Pastaj Allahu i lartësuar thot, shkruajeni përfundimin e robit tim në Sijjin, në zjarrin e xhenemit, në tokën e poshtme, tokën më të poshtme, më të ulët. Pastaj thot, kthejeni shpirtin e robit tim në tokë. E kthejnë shpirtin e tim në tokë. Bie shpirti i tij, rrezohet dhe bie në tokë. Bashkohet me trupin e tij, i vin dy melekët Munkeri dhe Nekiri dhe me ashpërsi e marrin në pyetje, kush është Zoti yt? Thot ha, nuk e di. Kush është feja jote? Thot ha, nuk e di. Kush është pejgamberi yt? Thot ha, nuk e di. Nuk jep dot përgjigje. Atëherë thuhet, ka gënyer robi im. I shtroj për zjarrin e xhehenemit, vishet me veshje për zjarrin e xhehenemit dhe i hapet një dritar në zjarrin e xhehenemit, nga i vjen nxehtësia dhe afshi i zjarrit. Do t'i ngushtohet varri deri në atë masa që do t'i përzihen brinjët. Dhe do të ketë edhe forma dhe mënyra të tjera dënimi në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj, në varr. Allahu na ruajt nga dënimi i varrit.